A doni të fitoj drejtësia? A doni të fitoj barazia? A doni të humbin kriminalet? A doni... Të gjitha përgjigjet ishin po në pyetjet që kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti i shtroi sot para ferizajazëve që ishin mbledhur në sallën e sporteve në këtë qytet. Duke shpalosur programin e tyre politik, antarët e Lëvizjes Vetëvendosje promovuan edhe kandidatët e këtij subjekti nga rajoni Ferizajt, të cilët do të garojnë për të qenë deputet të Kuvendit të Kosovës. I nominuari për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti, tha se nëse udhëheq me qeverin, do të vendosë rregull e moral në institucione. Duke i përmendur një varg ndryshimesh që sipas tij do t'i sjellë vendit, Kurti moto të fjalimit e kishte, dera e BE-s e ka numrin 35. Për të hyrë në Bashkimin Evropian, politikanët duhet të bëjnë një punë më të vështirë e më të rëndë, të jenë të disiplinuar e të pakorruptuar, ndërsa jeta e qytetarëve, mirëqenia e demokracia duhen përmirësuar. Vetëm kështu hyhet në Bashkimin Evropian. Dera drejt BE-s e ka numrin 35. Mundësia dhe shpresa e këtij vendi jeni të gjithë ju qytetarë të pakënaqur e kurse si ata sundimtarët e vetkënaqur. Ne u japim shpresë njerëzve si Lëvizje, sepse njerëzit që lëvizin janë e vetmja shpresë. Vetëvendosja është i vetmi subjekt që nuk ja ka as frikën e as respektin këtij regjimi që i ka ditët e numëruara. Me fjalë tjera, as më herët e as tash dhe as një herë në të ardhmen, ne si japim pes pare për militantët dhe agentët e regjimit. Guximi ynë kundër tyre vjen nga dashuria që kemi për popullin. Unë jam i nderuar që i përkas këtij populli dhe sa më shumë që i shërbej atij, aq më shumë më mbushet zemra me gëzim. Pas 11 qershorit, ne do të qeverisim me laps e me gomë. Këta ish pushtetar nuk kanë pasur as gomë, as laps. Ata kanë qeverisur me lëpirëse. Ne kemi edhe gomë edhe laps. Goma e fshin korrupsionin dhe lapsi e shkruan zhvillimin. Faton Topalli, kandidat për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se subjekti të cilit i takon do ta zhvillojë vendin dhe se qytetarët e Kosovës do të jetojnë me dinjitet. Këta e morën gjithë pasurinë e Kosovës dhe ja dhuruan vetit. Ne do t'ja kthejmë qytetarëve. Këta na lanë pa shëndetësi, ne do të krijojmë sigurime shëndetësore. Këta i lanë prindrit pa shtesat fëmijëve, ne fillojmë me shtesa për secilin fëmijë nga 10 euro. Këta i refuzuan, i raketuan bizneset, ne krijojmë banka për zhvillim për bizneset. Këta e shpërbën dhe armatosin ushtrinë çlimtarët e Kosovës, ne do ta bëjmë ushtrinë, do ta armatosin sepse dojmë ta bëjmë sigurinë, paqen Kosovë edhe në rajon. Me fjalimet të tyre para ferizajazve u drejtuan edhe Glau Konjuca, Dardan Sejdiu dhe Donika Kadaj. Në listën e Lëvizjes Vetëvendosje për deputet në Parlamentin e Kosovës janë 7 kandidat nga Ferizaj, Faton Topalli, Shuqeri Hyseni, Emrosh Xhemajli, Valon Ramadani, Shpend Hysaj, Xhevat Sallahu dhe Bashkim Misini.